Bashkimi Demokratik për Integrim ka dalë me të dhëna konkrete dhe një analizë të detajuar lidhur me mos intervenimin e qeverisë përballë rritjes dramatike të çmimeve të derivateve të naftës. Qytetarët e Tetovës, Gostivarit dhe të Kumanovës paguajnë rreth 650 euro më shumë në vit për shkak të rritjeve të çmimeve. Bashkimi Demokratik për Integrim sot del me të dhëna konkrete dhe një analizë të detajuar në lidhje me mos intervenimin e qeverisë përballë rritjeve dramatike të çmimeve të derivateve të naftës. Duke u bazuar në konsumin vjetor, mujor dhe ditor në Maqedoninë e Veriut, rezulton se konsumi i derivateve të naftës për transport arrin rreth 720.000 ton në vit, përkatësisht konsumi mujor 60.000 ton ose 60 milion litra, konsumi javor 15.000 ton ose 15 milion litra dhe konsumi ditor 2.000 ton ose 2 milion litra. Mosndërhyrja e qeverisë po u kushton qytetarëve dhe bizneseve rreth 685.000 euro në ditë ose mbi 5.15 milion euro në javë. Vetëm gjatë 2 javëve të fundit, qytetarët kanë paguar mbi 10 milion euro më shumë për derivate të naftës. Rritja e çmimeve prej 21 denar për litër ka goditur drejt për drejt qytetarët që udhëtojnë drejt Shkupit. Qytetarët e Tetovës rreth 600 euro më shumë në vit për qytetar, qytetarët e Gostivarit rreth 780 euro më shumë në vit për qytetar dhe qytetarët e Kumanovës rreth 579 euro më shumë në vit për qytetarë. Këto janë shifra alarmante të cilat rëndojnë drejt për drejt mbi buxhetin familjar dhe përkeqësojnë standardin jetësor të vetë qytetarëve. Andaj kërkojmë masa urgjente nga qeveria për të mbrojtur qytetarët dhe ekonominë nga këto shifra të papërballueshme.